Thuaj kryeministri, çfarë do I kërkoj po ta kishe përballë? Kryeministrit ato që flit, jo ti ki ato që mundohet që na flit neve dhe kërkon na mbushi mendjes kur neve na ndihmon, ajo në anën tjetër na I merr të tëra dhe nuk na le asgjë më. Ne na lën mes të katër rrugëve. Po më kujtove këtë punën, ju keni stane apo jo? Po. I keni stane atë? Po e kemi stane. Kryeministri thot mos pengoni njerëzit që bëjnë stane. Po në stan nuk do ta dëgjojmë se çka ka thënë? Ta dëgjojmë. Policia do më thënë shkon nuk të lë të vësh hurin e stanit. Kush ngull hu për të bërë një stan, edhe po e nguli pa leje, duhet me shku me kap me I thënë qatë do vllatë, vazhdosh ngullesh e sa tjerë që të rish këtu. Jo të shkosh ta kapësh dhe I thuash pse po e ngul pa leje. Ne në 2018 kemi filluar një projekt ku të mbështesnim stane, ndërtimin e një infrastrukture të thjesht me shumë pak financim që I duhet barimve në stane. Neve nuk vëm dot një llamarin aty, një huku thot ajo bëheni 2, atë që kemi vina I shkulin. Pra fjalët janë ndryshe dhe veprat janë ndryshe nga shteti. Këtë thotë ti legalizojmë stalla ti bën. Ore legalizoj stallën. Ka 15 ditë që kanë bërë atë për legalizimin e stallës. Pse nuk më duhet vetë unë ti vetë dokumentat për të dhënë. Po kur vetë atje thotë po ikën këtu janë shtëpit pa legalizimin. E stallën. Po doj I bën ndërmend vjen e prish. Si kur ai po të kullota tash. Më mirë to hajt merr atë stallën që kam. Na merren neve si fshat këtu se drejta sa. Jo me paketë malesh, jo me ore ta anullohet e paketë maleve që janë tokat e fshatit Çorrave këtu. I ka pasur gjysh, stërgjysh të tërmëra, po na vjen zore pe pleqve thonë si mbroni do tokat e Çorravës.